Përshëndetje me së dashur, ju përshëndes nga diaspora flet në krye me Dangelin, shkojnë e në radhës, Albin Kurti, Ramush Haradinaj dhe Fahri Muslio. Miq, Ramush Haradinaj peshun Albin Kurtin sërb i Sërbis, gryja për në Sërbi, skalon sen zez pa i thonë. Por mas mirë ti miq e spjegon Fahri Muslio, që për herë pare e pash këtë intervist, kur ka qenë burg me Albin Kurtin, çka ka bu Albin Kurti, çysh ka dash me dal, çysh s'ka dash me dal pe burgu Albin Kurti pa shoqërinë e vet, edhe gjitha këto të ndëgjojmë miq në video, të diskutojmë së bashku. E të tregojmë Ramush Haradinët se kush është ky e kush është Albin Kurti. Shkojna miq, por ndëgjojmë videon deri në fund se si gjithmonë miq, në fund janë përgjigjet tona. Shkojna miq. Unë po e them që Albin Kurti është i rekrutuar në burg në Serbi. Ka qenë edhe para se me shku në Serbi, jafën me Serb, shtu në Prishtinë, tregojnë Prishtina, me ka kalu kohë ma shumë Albin. Që qa tregojnë Prishtina? Ti çka din, jo çka thojnë populli, se mund me fol populli për inate. Po ti e din ma mirë se çka thojnë Prishtina për to. Po këtu për ja fut kot, Rambo, masë tërë po marrë është. Shkojnë miq. Para se më vojë dhe në sy, që kësh nuk di si ka ardhja aty. Ha, nuk e dishe. Domthon ko ka konë zanë si u që kësa, po. Në regullim. Historia ne, u po e them që është i rekrutuar. Okay. Dhe gjitha këto akte që po i boni ka mbulesh i ka këmena shkaktu një rrezik ma që është largimi nga Amerika, nga NATO, dhe nga ku pëgjime tëra të ndike. Ky njeri s'paton a gjithë në rushë. Miq, Albin Kurti ka thonë, si të një politikan, Amerika, dije që rap. Shkojna miq. Dhe mbulon vepën e vetë, kundër venit vetë, unë po e them që Albin Amo, qëfar vepre o Rambo? Mos e korit vetën o burr, maje vetën o vlla. Për qëfar vepre ka bu Albin Kurti o burr, që pjethuti i Sërbis? Që s'po t'vjen turp o vlla? O t'i thuj nash i Sërbis, nash pe hane, se ti s'pon janë zanat ven, se s'ki shkollë o Ramush Haradinaj. Si person, je njeri maj mirë, në regullim, nuk një personal, po ti mundesh, ata që ke dhonë për luft, vlla, për ta po dhonë je njeri maj madh, po nuk je për politikë, o Ramush Haradinaj. Nuk je për politikë, vlla, politika nuk është me vjedh. Politika nuk është haraq. Politika nuk është me rajt. Politika është me dosht venin ton, me punu për vend tonën. E jo me shpif, si kur ti, për Albin Kurtin. Ma burë se zbon. Shkona, miq, të ndëgjojmë se qa thot Fahri Muslio, që ka qenë burg me to. Ngohë mirë Ramush Haradinaj. Unë besoj që ti e din këtë histori, po ti po folë për karrik. Unë e di që ti rran, politikanat rran, po jo në këtë mos kër është për punë patriotike. Jo bre burë, në ka shtetë që rran, po bohen bashkë. Në ka deputetën botë që rran për karrik, kër vje puna për tokë Kosovës, për Republikë Kosovës, ose për Republikë tyne, pa marë parësysë në Republikë. Me dalë me raj, pa tonë bohen bashkë. I madhe i vogël. Vesh në Kosovë, bohen tonë si kur Harambasha. Tonë bohen si, për zote që qasi janë, se pa konë Harambasha më bohesh. Që ti zoti Haradinaj, ti ke luftu për Kosovë, ke adhon shumë gjak për Kosovë. Për respekt maksimum. Po si është punë Allah që tash, erdhe e vidhe gjitha ta tokë, e bleve gjitha ta tokë, e bleve 4 euro, kuptohet çfarë blemje. Gjitha ta zullum, e fole qarkorin. Edhe prap Albin Kurti nuk po të thotë Allah ty. As hajn, as kriminal, as tradhtor. E ti pe akuzon këto. Është turpi i botës. A mos vallë pe akuzon, se thujnë fjallë popullore të na që sulmi është mbrojtje mirë, Ramush Haradinaj. Se ndryshe s'ka kuptim. Po mirë, shkojmë të dëgjojmë që ka thot Fahri Muslio i lutem. Normal me zonë, policia dhe kryqi kush, nuk ka dërë me dalë Albini. Albini ka thonë, nuk dalë pa shokë. A peshe o Rambo,
E kanë qitë me zërë pëllët. E kanë marrë boloncat. Kry që kuq. S'ka dash me dalë, nuk dalë pa shokët e mi. është gjëna me në dytë këtë me një lozë. Nuk mund është, veç që të pëmëndohesh. Dësh më tut për Zotë, ra mush të ka Zotë. O ra mush Haradinaj, dësh më tut për Zotë, jo bura ki Zotë. Me një lozë këtë temën ti, Albin Kurti, është i Sërbis. Nëse ki Zotë, o burë dilë kërko falje, bashkan gjithi Albin Kurtit edhe punën e bashkë. Shkojnë amiq? Njeriun që është burë, që ka bretu dajakun këti shtanës, që është deformu për i dajakut, unë e thëmë gjithmonë, a keni po që se e Albin Kurti? Pe dajaku, pe treneve. Pe treneve Ramush Haradinaj. Ti i di shumë mirë to. Sa dhe ti e konë demonstrata me to. Për to. Shkojnë amiq? Dhe të thush ati se anë gjatë kohë të luftës ka qenë me vajzën e Sokolovicit në Klin. Kjo shqyqor një ma imaginat e çuditshme, habitëm për... Këta, zoti Fahri Musliu ja ka në opozita jonë. Këta oregontat tonë, shkatrusit tonë, hajnat tonë, tradhtarët tonë, kriminalat tonë, ja kanë gjithë këtë temën. Këta janë politikanët tonë, miqtë dashur, që mundohen me talon çfarë do etikete, vetëm sa me dalë keq para popullit. Por populli nuk pihan këto fore mu. I ka hangër kur i ka hangër. I kini rajt kur i kini rajt. Nuk s'po e shiten mu bre? Thjesht nuk po e shiten, sepse ju ka dalin dyra. Qatë shumë kini rajt, qatë shumë kini vjell, qatë shumë kini blet tokë të Kosovës, qatë shumë kini bo dallavere me tokë të Kosovës, sa që ju ka dalin dyra mu. Për besë në për televizor kër po shohëm po na vjen me vjell. E gjithat mirë që i keni po për Kosovë para luftës, 98-99. E ma herete. E tash, kur po dilin televizor, njerëzve po i vjen me vjell. A dini pse? Prej hajnis, korupcionit, tradhtis, shitjes tokët Kosovës, zhvatit Kosovës, gjitha këto. Shkojnë amiq? Unë kam reaguar me fakte. I thëmë të datën kur është arrestuar, ku ka qenë burë. Gane. Do që shenë për madhe, pse ka dhënë deklarat për mediat e huja? Gane. Nuk ka dhënë deklarat. Kryqi i kush ndërkombëtar. Ka organizuar vizitën e ministrit drejtësisë Sërbisë Jankovicit në burgun e Pozharit. Ka qenë jashtë ata. Edhe gazetarët pyesin dhe Albini që është i tillë, që fletë. E qohet Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, Hashim Thaçi, thojnë që ishe moshve kjo me dalë pe i burgo. O shkatrus të Kosovës, ju e dini shumë mirë, po që po ja spjegoj edhe njerë. Jone, Fahri Musliu, që ka qenë burg me to? Kjo ka dhënë intervistën për to. Jo për to, po kjo ka dhënë intervistën, a vetëm e ka përkthi për arsye se ka ditë anglisht mirë. O jo morat e politikës, o jo hajnat e Kosovës. Mas lufte gjithmona, si politikona, pra po thëmë, si luftarë, pse të cilët, mos i përzim senet, se tash unë e di që keni me hi me shohë, me ofendue, po ato veç vete ja bënë, mu sanë së më bëne. Asë më friksoni, pes parë se ja për atur. Por, është realiteti, e ju që shani e fyni, do të më pajtu me realitetin. Realiteti është kë. E ju aj që ja të spjegojnë shefat e juj, që ju pagujnë me dalë aty me ofendu. Pse mu së më këni një kur ka ofendoj kënë. Gjitha të ofendimit që më këni bo, unë se këmë ofendu kur kërkon. Po më zdalën për teme miq. E këtu jo morat e Kosovës. Më dalë me ofendu Albin Kurtin. Ju duheni me dalë me kërku falje. Masoj interviste të Fahri Musliut, ju tonë mora, pleshta,
Politikisht, duhet me dalë me kërku falje Albin Kurtit. Shkojnë miq? Sinan Mishta është përgjeri, nuk është intervjistë. Intervjistë më ka mu Dëminishtë, i burë. Vënë. Me kërkesën time, Ministrit Drejtësisë Serbisë, Patiçit, me kërkesë me lejnë e Gjyqit, Vënë. Kur debe burgu tash? Kosova si të kohë. Shumë plan që të kemi e shalat se Holla 90 vjetë që thotë të na që të kemi, këta morrat tonë, këta komandantat tonë, e shajnë ofendojnë, i thojnë këj Serbisë, po do të me jarë tërpë. E mani men këtë nanën e dashër të Kosovës. Ju fyni edhe këtë nanë, edhe neve, edhe 50% të popullit, o morrat e Kosovës. Se veç morra e një të tërsanit, sanë që një kundër Albinit, ju një morra që. është tërp, për besë është tërp, Ramush Haradinaj me dalë mi thonë të jej Serbisë. Shkona miq, ti tregojmë se sa e donë Albini Ramushin tani, të kundërtën. Edhe që kuj ka thonë, qas i ka thonë Albin Kurtit. Po Albini është Albin re, është njeri i kulturum, civilizum, i letëzushëm, i dishëm, i dashtëm. Në ka rejtje, në ka mlef. Sa dush thujti qka dush, aj nuk ta këthem. Shkojna miq? E mani me shumë mirë këtë pjesë. Trujti madhi zot me lafa e rëdashëm. Haradinaj u lirua, po nga gjykata e Goë zotri Haradinaj, apo zotri Haradinaj Pleshti. Goë sa qëfar respekti ka Albin Kurti për ty. Goë mëre plesht. Se pe meriton mi të thonë këto fjallë burë. Se nuk e meriton mi të thonë këto fjallë burë, 98, 99, po mas lufte që ke bo, këto fjallë jenë të pakta që muna me të thonë. Se vesh një njeri poshtër, muni thot të fjallë që ka pi thot ti për Albin Kurtin. Shkona me që lutëm. Miloševiqi u dërnua, dish me Edinburg. Ja, ma shiko, unë nuk mund të pranoj debatin ku Haradinaj barazohet me kriminalet sërbë. Se ishin në hall. Nuk muj të pranoj debatin, o plesht, ku Ramush Haradinaj thot barazohet me kriminal. A ti të kundër dhe i thu, kjo është kriminal, pa kon heq. Kjo është tradhtar, pa kon heq. Gryja ti për në Serbi, pa i punu heq. Po ku ki atë ftyrë Ramush Haradinaj? 2 metra njeri. A ki ftyrë, a ki besa, a ki nera, a ki respekt. Apo për ty, kretë është karika. A monit kohët, spjegoja punë, jo mu, së një di. Diaspora fletit din kretë. A mu, spjegoja popullit. Ku ki atë ftyrë o burë? Me dalë me thonë kryeministit, kjo është me Serbi, kjo është me Rusi. Për besë, zi, s'po flasë. Mishtë të dashër, për la me kaq Ramush Haradinën, unë i përshëndes juve, Dan Gelli nga Diaspora Flet, mire pashën vite radhës.